Ma pëlqeu. Kjo tash hyn tek pjesa militante. Pjesa tjetër, pa. Jo, pjesa programës. Për të kuptuar një lider, thot, tash nuk mjafton vetëm ta dëgjosh. Duhet dhe inteligjencë emocionale për të kuptuar vizionin që qëndron pas tyre. Është me pësën djali. Vajza. Pra duhet dhe inteligjencë emocionale, thot. Shko kur je me pësën edhe nëse je vajzë djalje. Tash ky vizioni duhet ta ketë shkruar se me inteligjencë emocionale pa inteligjencë kjo nuk bëhet test. Ai kuptova apo jo? Se kuptova s'ke inteligjencë. E kisha vizionin tim, i thash pse janë këto hotele duke kuptuar. Po. IQ 100 tash ai tjetër duhet ta di. Ju që jeni aty në shesh pa inteligjencë. Ky është shqetësimi me cilin bie dakord, jo aq shumë, por bie dakord. Do të ishte tmerr që të bie dakord shumë, por që nuk është keq si ide. Zara erdhi dhe thot në Shqipëri s'ka Sephora, thot. Nuk e tregon të zhvillimin e një vendi. Çam duhen festivalet mua, ka qenë besoj tek ky Lilimani në komente, nuk ka Sephora në Shqipëri. Ose Kajni që po vjen. Dhe ka një farë të drejtë që Sephora mund të ketë, do ishte mirë. Jo, mos ketë kurrë, se kush i pret grua në 4 orë. Domethënë mos e prit gruan ti ose masi je në Shqipëri, nuk je në Paris, shkon në shtëpi, vjen vetë. Udhëtimet vetëm nga Sephora. Nuk dua të udhëtojmë vetëm nga Sephora. Po pra, po të jetë këtu, do shpëtosh. Se do na bëhet, po pra, do bëhet Sephora. Kalojmë tek Reptiliani. Reptiliani parashikues. Albin Kurti do ta marrë Shqipërinë shumë shpejt. Kundër çdo vendimi, çdo rekomandimi të Europës do ta bashkojë Shqipërinë me Kosovën. Ndoshta bën një shumë shpejt dhe pastaj do ta marrë ai. Mos e merr me luftë. Imagjino ta pushtoj Kosova, ose ironike të ishte ta pushtonte Kosova. Ose ma dalim më mirë tash. Albin atë na sulmosh ne për zotin. Ata në ekipi kombëtar doli më e fortë. Kudo që ndodhesh na sulmon. Imagjino ta pushtoj Kosova sa çif do. Nuk di shkrepet Albinit. Edhe ti çfarë do bëni atë? Edhe ti se di atë, pse të luftojmë. Po.